Policia Burgut në Shkodër në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale ka zhvilluar një aksion kontrolli brenda ambienteve të institucionit të vuajtjes së dënimit me qëllim evidentimin dhe parandalimin e sendeve të ndaluara. Operacioni është organizuar pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, të cilat ngrinin dyshime për praninë e aparateve celulare në ambiente të ndryshme të Burgut. Kontrollet janë kryer në drejtimin e drejtuesve të institucionit dhe të shefit të policisë së Burgut, duke përfshirë verifikime të detajuara në sektor të ndryshëm të godinës numër 2. Gjatë inspektimeve, efektivët kanë konstatuar dhe sekuestruar disa pajisje komunikimit të dyshuara, si të ndaluara për përdorim nga persona të dënuar. Sipas burimeve zyrtare, në ambientet e dusheve është gjetur një aparat celular i markës Xiaomi, ndërsa në lavanterinë e institucionit janë zbuluar edhe 2 aparate të tjera, një Nokia dhe një iPhone. Bashkë me to janë sekuestruar edhe 2 fisha karikimi, të cilat dyshohet se përdoreshin për furnizimin e pajisjeve me energji. Më njëherë pas konstatimit të rasteve, autoritetet kanë hartuar raportet përkatëse të incidentit dhe proces verbale të bllokimit të sendeve të gjetura. Materialet procedurale janë referuar strukturave kompetente dhe agjencisë përkatëse me qëllim vijimin e hetimeve administrative dhe ligjore për të identifikuar mënyrën se si pajisjet janë futur brenda institucionit dhe personat përgjegjës për këtë shkelje. Autoritetet bëjnë me dije se kontrollet në institucionet e vuajtjes së dënimit do të vijojnë edhe ditët në vijim, si pjesë e masave për rritjen e sigurisë dhe forcimin e kontrollit ndaj sendeve të ndaluara brenda burgjeve.